Në kryeqytetin e Shqipërisë, Tirana, aty ku zhurma moderne përzihet me ritmin e përditshmërisë, ekziston një vend që reziston kohës, jo duke e sfiduar atë, por duke e përqafuar të shkuarën. Ky është restoranti Oda. Restoranti Oda u krijua 21 vite më parë nga regjizori Pascal Prifti. Nuk është thjesht një hapësirë ku shërbehet ushqimi. Ai është një rikthim në rrënjë, një përpjekje për të mbajtur gjallë kujtimet e një Shqipërie që rrezikon të zbehet në kujtesën kolektive. Ideja për Odën lindi nga një ndjenjë thellë nostalgjie. Për Priftin, fëmijëria nuk ishte vetëm një periudhë jetës, por një botë e mbushur me aromat e gatimeve të nënës, zërat e familjarëve të mbledhur rreth sofrës dhe ngrohtësinë e një shtëpie ku çdo vizitor pritej si mik i shtrenjtë. Në këtë frymë ai vendosi të krijojë një hapësirë që nuk do të ishte thjesht një restorant, por një përjetim, një udhëtim emocional drejt së kaluarës. Oda nuk u konceptua si një biznes i zakonshëm gastronomik, që në fillesat e saj ajo u mendua si një hapësirë kujtese ku çdo element do të kishte një domethënie. Nuk ishte mjaftueshme të ofrojë ushqim tradicional, duhej të rikrijojë atmosfera e plotë e shtëpive shqiptare të dikurshme. Dhe kjo është pikërisht ajo që e bën Odën të veçantë, një vend ku historia nuk rrëfehet me fjalë, por me përjetime. Çdo detaj i ambientit është zgjedhur me kujdes të jashtëzakonshëm. Qilimat e vjetër të shtruar në dysheme mbajnë me vete gjurmët e kohës, ndërsa enët e bakrit të varura në mure reflektojnë dritën me një shkëlqim të butë, sikur të tregojnë histori të heshtura. Fotografitë e vjetra të vendosura me kujdes shfaqin fytyra dhe momente që duken sikur vijnë nga një tjetër epokë. Orendit të thjeshta por të ngrohta rikrijojnë ndjesinë e një shtëpie ku çdo send ka një histori për të treguar. Vizitori që hyn në restorantin Oda nuk është thjesht një klient. Ai bëhet pjesë e një përvoje që tejkalon aktin e të ngrënit, që në momentin e parë vizitori përballet me një atmosferë që e fton të ndalet, të marrë frymë dhe të zhytet në kujtime, edhe nëse ato nuk janë të tijat. Është një ndjesi e njohur, pothuajse instinktive, sikur e kthyer në shtëpinë e gjyshërve, aty ku koha rrjedh më ngadalë dhe bisedat zgjasin më shumë. Në zemër të kësaj përvoje qëndron ushqimi. Gatimet e servirura në Oda nuk janë thjesht receta tradicionale, ato janë bartës e emocionesh. Çdo pjat mbart një histori, një kujtim, një lidhje me të kaluarën. Aroma e bukës së sapo pjekur, shija e gjellëve të gatuara me përkushtim dhe thjeshtësia e përbërësve krijojnë një përjetim që nuk mund të riprodhohet lehtë në botën moderne. Por ajo që e bën këtë vend të veçantë nuk është vetëm ushqimi apo dekori,
është ndjenja e përkatësisë që ai krijon. Në një kohë kur ritmi i jetës është bërë gjithnjë më i shpejtë dhe lidhjet njerëzore shpesh duken sipërfaqësore, Oda ofron një alternativë, një hapësirë ku njerëzit mund të ndalen dhe të lidhen me njëri tjetrin dhe me vetveten. Regjizori Pascal Prifti me vizionin e tij arriti të krijojë diçka që shkon përtej një koncepti biznesi. Ai ndërtoi një urë mes të kaluarës dhe të tashmes, duke sjellë në qytet të një pjesë të shpirtit të shtëpive shqiptare të dikurshme. Në këtë mënyrë, Oda nuk është vetëm një vend, është një ide, një ndjesi, një kujtesë kolektive që vazhdon të jetojë. Në thelbë restorant Oda është një rikujtimi i asaj që shpesh harrojmë, rëndësinë e thjeshtësisë, të mikpritjes dhe të kohës së kaluar bashkë. Ajo na kujton se pavarësisht të ndryshimeve dhe zhvillimeve, disa vlera mbeten të pandryshueshme dhe ndoshta pikërisht në këto vlera qëndron edhe bukuria e saj më e madhe. Sot, pas më shumë se 2 dekadash që është krijuar, Oda vazhdon të mbetet një strehe për ata që kërkojnë më shumë se një vakt. Ajo është një vend ku kujtimet nuk janë thjesht pjesë të kaluarës, por një realitet i gjallë që përjetohet çdo ditë. Dhe në këtë kuptim ajo është shumë më tepër se një restorant. Është një copës e shpirtit shqiptar, e ruajtur dhe ndar me këto që sjell të hyj brenda. Një tjetër element i rëndësishëm që e pasuron përvojën në restorantin Oda është mënyra se si historia vizuale dhe ajo muzikore ndërthuren për të krijuar një rrëfim të plotë kulturor. Shumë prej dhomave të restorantit janë konceptuar si galeri të vogla kujtese, ku muret mbajnë të ekspozuara fotografi nga periudhat të ndryshme të historisë shqiptare, veçanërisht nga koha e monizmit dhe ajo e pluralizmit. Këto imazhe nuk janë zgjedhur rastësisht. Ato përfaqësojnë në momente të jetës së përditshme, figura njerëzore dhe skena që tregojnë në transformimet e shoqërisë ndër vite. Për vizitorin këto fotografi shërben si një dritare drejt të kaluarës. Ato krijojnë një kontrast të heshtur mes epokave, duke nxitur reflektim mbi ndryshimet që ka përjetuar vendi dhe mbi mënyrën se si këto ndryshime kanë ndikuar në jetën e njerëzve. Në këtë mënyrë Oda nuk ofron vetëm një përjetim estetik, por edhe një përvojë mendore dhe emocionale, ku historia bëhet e prekshme dhe personale. Ndërkohë kur bie mbrëmja, atmosfera e restorantit merr një dimension tjetër. Tingujt e muzikës popullore shqiptare mbushin ambientin, duke i dhënë jetë çdo cepi të restorantit Oda. Kjo muzikë interpretohet nga pjesëtarë të ansamblit shtetëror të këngëve dhe valleve, artistë që mbartin me vete traditën dhe profesionalizmin e një institucioni të rëndësishëm kulturor. Interpretimet e tyre nuk janë thjesht performanca, por një vazhdimsi e trashëgimisë së shpirtërore shqiptare. Meloditë e njohura të shoqëruara shpesh me instrumente tradicionale krijojnë një atmosferë intime dhe të gjallë njëkohësisht. Vizitorët tashmë nuk janë vetëm dëgjues, ata bëhen pjesë e kësaj përvoje, duke ndier muzikën si një element që i lidh me rrënjët dhe me njëri tjetrin. Në këto momente, Oda shndërrohet në një skenë të vogël ku e kaluara dhe e tashmja bashkëjetojnë në harmoni. Dhe kështu përmes fotografive që tregojnë historinë dhe muzikës që e gjallëron atë, restorant Oda arrin të krijojë një përjetim të plotë, të shqisor dhe emocional. Është një vend ku jo vetëm shijohet ushqimi, por edhe dëgjohet, shihet dhe ndjehet kultura shqiptare në formën e saj më autentike.